Lider shtetëror dhe përfaqësues politik përcollën urime për përvjetorin e 113 të pavarësisë së Shqipërisë, daljen e parë publike të UÇK-s dhe ditëlindjen e komandantit Adem Jashari. Presidentja Vjosa Osmani tha se këto tri ngjarje historike të shqiptarëve e përbëjnë mboshtin e krenarisë kombëtare. Nga qyteti i Vlorës, ajo e quajti ditën e flamurit, histori të përbashkët të gjithë shqiptarëve. Nga Kruja e Skënderbeut te Vlora Ismail Qemailit dhe prekazi Jasharve, historia jon është shkruar me gjak, guxim dhe besim. Sot Kosova dhe Shqipëria ecin krah për krah, dy shtete, një këmbë, dy flamoj, një zemër. Sot, kur e ngrem përsëri këtë flamor kuqezi, nderojmë jo vetëm ditën e pavarësisë së Shqipërisë, por edhe sakrificën e gjithë kombit nga Vlora në Prishtinë, nga Shkodra në Shkup, në Mitrovic, Preshev e Ulqen, në Mërgate e kudo që rreh zemra shqiptare. Ky flamor është historia jone e përbashkët, simboli që na bashkoi në ditët më të vështira dhe që na udhëheq sot drejt një të ardhmeje evropiane. E kryeministri në detyrë Albin Kurti tha se fati i kombit shqiptar gërshëtohet me datën 28 nëntor tek foli për një nëntor të tretë. Natyrisht si komb evropian, sytë i kemi të kthyer ka ardhmja ka një nëntor i tretë që duhet të vijë nëpërmjet përpjekjeve tona punës dhe përkushtimit ton të vazhdueshëm. Ky nëntor i tretë, edhe nëse nuk do të bjerë në këtë ditë, edhe nëse nuk do të jetë muaji nëntorit, ne mund ta pagëzojmë që sot si 28 nëntori yni i tretë. Atëherë amaneti i të gjithë ardhëtarëve shqiptarë, të gjallë e të vdekur, do të përmbushet. Në urimin për 28 nëntorin, ministri në detyrë i mbrojtjes Eyüp Maqedonci e shtroi nevojën që Kosova e Shqipëria të jenë pranë njëra tjetrës sikur më parë. Nga prekazi ku u shkruan një nga kapitujt më të dhimbshëm e më të ndritur të lirisë, e deri te forca jone sotme, pasardhëse e UÇK-s, rrugtimi ynë jetësor udhëhiqet nga amaneti. Ta duam këtë tokë, ta mbrojmë këtë flamur dhe të mos harrojmë kurrë sakrificat që na sollën deri këtu. Në një botë ku kërcënimet për paqen dhe sigurinë po rriten, Kosova dhe Shqipëria duhet të jenë pranë njëra tjetrës sikur më parë, për të mbrojtur vlerat, identitetin dhe ëndrrën e përbashkët të kombit. Urime për 28 nëntorin bën edhe kryetari i Partisë Demokratike Bedri Hamza, ai i Lidhjes Demokratike Lumir Abdigjiku dhe i nismës socialdemokrate Fatmir Limaj.